frimës ndodh. Nëse ndodh që të kapesh pas ndonjë mendimi, ti përsëri kthehesh te marrja dhe nxjerrja e frimës, nuk i analizon mendimet, nuk gjykon, nuk vlerëson, thjesht vetvetja i lidhur me marrjen dhe nxjerrjen e frimës. Dhe po të vazhdonim tani edhe pak kështu, kalojmë në një gjendje me ditë. Dhe kur e bëjmë në këtë, lind pyetje po mirë, por çfarë ndodh tani? Ja po i them një 3-4 gjëra që ndodhin. Në të njëjtin moment, ja pra këto 10 sekonda ne që e bëjmë, po të mateshin valët tona të trurit, elektromagnetike të trurit, do shikonim se me njerë frekuenca e tyre ulet, që do thot truri fillon të qetësohet. Vetëm me frimarje mjeshtër. Vetëm me frimarje, sepse mendja dhe frima janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Ne kur shqetësohemi, na ndodh diçka, një trishtim kështu, ndryshon më njerë frima, ose duke ndryshuar frimën, ne mund të ndryshojmë punën e mendjes, të arrisëm rëmujën, aktivitetin në mendje. Janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Kur e qetësojmë njërën, qetësohet edhe tjetra. Pastaj, në trupin tonë ndodhin procese të ndryshme, automatikisht fillojnë të ulen të rahurat e zemrës, që thot, puna e zemrës qetësohet. Sistemi imunitar aktivizohet, fillon të prodhoje më tepër imunoglobulin, fillon të koordinohet harmonia në mes dy hemisferave të trurit që kemi ne këtu nalt, ne mendojmë se kemi nuk janë harmoni, vazhdimisht nuk janë harmoni. Ne kemi nxjerrë nga disharmonia, nga disbalansi, sepse njërës i kushtojmë më shumë kujdes se sa tjetrës, dhe kjo ndikon tek një anshmëria jonë. Neve Zoti na ka kriju me dy tru, me dy hemisfera. Ne duhet të përdorim edhe njërën edhe tjetrën. Njëra është e lidhur me pjesën emocionale, me pjesën imagjinatës, me pjesën e fantazisë, duhet ta përdorim fantazinë, sepse është e rëndësishme për të krijuar në jetë, dhe pjesa tjetër është e lidhur me matematikën, logjikën, me këto gjërat racionale. Kur i përdorim të dyat, atëherë kemi përdorur trurin si duhet. Nëse përdorim vetëm njërin hemisfer, atëherë jemi gjysmak. Qysh me ditë ai personi që tu i përdor dy hemisferat, ku çalon në jetë, në çka çalon? Shiko, qalon sepse nuk e qetëson mendja. Kur mendja qetësohet, ki ekuilibër i brendshëm, ki krijohet vetvetiu. Mandej ndodhet edhe diçka tjetër, ne nuk e përsërisëm veten. Secilën herë kur arrim ta qetësojmë mendjen nëpërmjet meditimit, ne vim me mendime të reja. Mendja e njeriut ka tendencë që ta përsëris veten, edhe atë fatkeqësisht më tepër i përsërit mbi ditë të tretat e mendimeve që nuk janë të mira, që i bart nga e kaluara. Edhe në ato mendime ka frikëra, ka pasiguri e kështu me radhë. Dhe këto mendime negative që ne i përsërisëm në mënyrë të pavetdijshme në shumë të rasteve nga e kaluara, këto janë potencial që ta mbajnë sistemin tonë në gjendje të jashtëzakonshme, në gjendje frike të tensionuar e kështu me radhë. Dhe kjo gjendje jashtëzakonshme, nga këto mendime negative që kanë të bëjnë me të kaluarën, na konsumon neve shumë energji. Harxhon mbi 70% të energjisë që ne kemi në dispozicion për jetën, për kreativitetin, për karrierën, për të rritur, për të zhvilluar, dhe na ngelën vetëm 1/3 e asaj energjie në dispozicion, dhe nuk e kuptojmë nga iku kjo energji. Iku për arsye se ne e mbajmë veten në një gjendje të tensionuar, jo të relaksuar, të jashtëzakonshme, edhe ajo kërkon që të mirëmbahet nga kjo energji. Mund ta shfrytëzojmë potencialin maksimal që dhunti që na ka jap Zoti. E kemi një telefonat mjeshtër, për pak po e inkuadrojmë. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje, zonjë. Alo? Zonja Sofia, përshëndetje. Sigurisht ka harruar që na ka telefonuar. Okej, megjithatë, sepse mendje kam shumë pyetje mjeshtër, po s'po du me ik prej linjës të cilën veç ja paracaktum vetes se për çfarë do të bisedojmë, se kjo pjesa spirituale, meditimit, shqetësimit, mendoj që është det. Edhe në varet edhe prej personit se në qka i flenë shpirti më shumë, ku ndjet më mirë, si a del, në qfar dimenzione dëshiron ta gjej veten, ta sheh veten, po
çka kisha dashur me fol mas shumti është për sëmundjen e kohës moderne. A mendon se depresioni është sëmundja e kohës moderne? Shiko, në shkencën konvencionale është definuar si smundje, për mua nuk ekziston, unë nuk e quaj smundje, për mua është një thirrje e brendshme që ti të merresh me veten tënde. Është një thirrje e brendshme që të thotë, shiko, unë nuk e pranoj këtë mënyrë të jetuarit se si je duke e jetuar jetën. Pse nuk e pranon? Nuk e pranon sepse E din, është një mekanizëm që e din më mirë se vetë te çka është e nevojshme për ty? Exactly. E vërteta jonë e brendshme. Ne nuk kemi ardhur këtu të jetojmë si kopje. Ne kemi ardhur këtu që ta manifestojmë veten, që të zbulojmë atë thesarin e brendshëm